Një 39 vjeçar është shpallur në kërkim nga policia e Shkodrës. Bashkëshortja e tij, e pajisur me urdhër mbrojtje ndaj tij, ka kallëzuar se 39 vjeçari ka marrë vajzën e tyre 6 vjeçe në kundërshtim me vendimin e gjykatës dhe është larguar me të. Po punohet për gjetjen e tyre, njofton policia. Ndërsa një shtetas 20 vjeçar nga Hoti i Ri është proceduar penalisht nga policia e Shkodrës. Ai akuzohet për veprat penale, falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve dhe trafikimi mjeteve motorike, pasi automjeti që ai posedonte dyshohet jeti trafikuar me targa të falsifikuara dhe ndërhyrje në numrin e shasisë. Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Edhe dy 18 vjeçar, nga Malësia e Madhe dhe Hoti i Ri, janë proceduar penalisht pasi u kapën duke drejtuar automjetet pa leje drejtimi. Uniformat blu të qarkullimit kanë proceduar penalisht dy shtetas, 50 dhe 75 vjeçar banues në Shkodër. I pari është përplasur me barierat anësore të rrugës dhe përpasoj është dëmtuar. Ai po merr mjekim në Spitalin Rajonal Shkodër, ndërsa shtetasi i dytë, duke drejtuar motomjetin, ka përplasur biçikletë me cilën po lëvizte një shtetas 75 vjeç, i cili u dëmtua lehtë. 3 shtetas nga Malësia e Madhe janë proceduar nga policia për lidhjet paligjshme të energjisë elektrike, punime pa leje dhe dëmtim të një mjeti të një turisteje amerikane.